Në Maqedoninë e Veriut shënuan festën e 28 nëntorit, ditën e flamurit shqiptar. Me rastin e kësaj feste, disa qytetarë me kuaj të veshur me tesha kombëtare dhe në duar mbanin flamuj kombëtar, defiluan rrugëve të Tetovës. Për nder të kësaj date të rëndësishme për kombin shqiptar, aktivitete festive u zhvilluan në shkollat fillore dhe të mesme të Tetovës. Në vigilje të festës, flamurit festës së pavarësisë Shqipërisë, festës kombëtare shqiptare 28 nëntorit, si çdo vit edhe këtë vit kemi si komunë e Tetovës po përkrahim gjitha aktivitetet që po mbahen thuajse në çdo shkollë fillore dhe të mesme të komunës Tetovës. 28 nëntori në atmosferë festive u shënua dhe në shkollën Ismail Qemali në Shkup. Kësaj ceremonie ju bashkua dhe kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti. Kjo ceremoni merr një rëndësi të veçantë sepse zhvillohet në një shkollë që mban emrin e udhëheqësit të pavarësisë Ismail Qemali. Emri i tij është i lidhur me ditën e sotme, po aq sa flamuri që valvitet me krenari, sepse ishte ai që i dha kombit drejtim, vizion dhe qartësi në momentet më vendimtare të historisë tonë. Për festën e flamurit, urimet e tyre për të gjithë shqiptarët kanë përcjell të gjithë liderët politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut.